Domethënë kjo është një gjë që mendoja që do t'i ndodhte vetëm brezit më të ri, por na ndodh edhe mua tashmë. Tani e kam dhe unë të vështirë të ulem, të përqendrohem dhe të lexoj. Duhet i zhduk fare këto, që të ulem të përqendrohem se do ma marrin mendjen telefoni. Nëse dua të lexoj një libër, domethënë. Kështu që ajo kohë ishin njerëzit më emocional se sa tani, jam pak më të ftohtë, më indiferent ka shi gjërave. Edhe që ka bërë koha njerëzit është fast food time. Është fast food. Fast food time. Domethënë haj fast food, gopa, po si çaj ke futur stomakut, ti nuk e di kur që i bën asaj. E vërtet. Unë dua të kuptoj publiku të ka kërkuar, ose kur themi publiku është gjë shumë e madhe, po njerëzit që të kanë ndjekur gjatë karrierës tënde dhe kanë pëlqyer artin tënd të kanë kërkuar që të vjosh? Patjetër, dhe nuk e ke idenë sa keq ndihem unë kur ato fansat paktën, po ai publik, ai publik që kërkon dhe unë nuk kam pasur mundësinë t'ja u kthej back në kuptimin, jo se s'kam pasur mundësinë, por nuk ka qenë ajo koha që t'jap vlerat e mia, sepse nuk kanë qenë të shtruara gjërat në tavolinë siç i dua unë më tashmë, dhe detyrohem që të menjanojmë dhe kam gjetur gjithmonë rrugë të tjera. Nga kënga shkova ke poezia, ke shkrimi, nga shkrimi shkova prap ke arti vizual, ke piktura, domethënë unë kam gjetur rrugë zgjidhje ose rrugë dalje të tjera që janë po në art, por për të plotësuar linarën që i mungon kjo pjesa e muzikës, se tani le të flasim drejt, domethënë ti kur kupton që nuk është e lehtë luftosh me mullitë e erës i bie, domethënë ti nuk bën komerç dhe stepesh pak dhe thua do vi, kur të vjet kohë e dur do bëj një material të duhur. Më kupton? Domethënë nuk është më si më përpara dhe më vjen keq për faktin që nuk u jap dot atyre ata që ato duan nga momenti që nuk janë gjëra zinxhir. Është ky rrethi që të thuhet që të hap këto rrugët, që të lejon ty që të bësh tazëm kam qef bërë një koncert unplugged. Janë shumë gjëra që mungojnë për ta bërë të mbledhur njerëzit, duhet një salla dhe kjo, po nuk funksionon ministri i arsimit që t'i bëj ajo e kulturës, më falni. Janë një sër gjëra. Pra gjithë problemi është te thelbi të financimit. Po, ke financimi sepse ti nuk mund t'i bësh e vetë me këto. Unë mund të këndoj edhe ke shtëpia me një mikrofon edhe t'i them njerëz, po nuk do më duket një gjë. Jo, sigurisht. E çfarë ishte fenomenale një rikthim, një koncert i atij Brezi. Besoj do ishte vërtet fenomenale. Nuk e di, a jeni mbledhur ta diskutoni? Shiko, nuk të thash që ka humbur ai shpirti i të mbledhurit me këta njerëzit e duhur për të bërë diçka të saktë. Kur futet në mes paraja, prishet gjithçka. Kjo paraja prishi bot. Po. Edhe këtu futem edhe unë këta njerëzit. Më fani, ja shpjegoj. Më bën një ofertë për të kënduar një muzikë filmi. Po. Nuk dua të përmend emra kush si qysh tek, po më thot, kam ndërmend që të bëjmë këtë dhe do vish, kam qef të jetë kolona zanore me zërin tënd. Jam dakord, edhe direkt pyetja parë që bëj unë si artiste, dakord, por kush përfitimi im? Se është normale që ti të presësh, që të marrësh diçka nga ky projekt që po zbatohet. Dhe kur flitet për film, nuk është më si përpara, tani filmat financohen, bëjmë para pas buxhet. Thot, më fal, po, nuk ka lek. Po atëherë për çfarë do vi unë, sepse është një disrespekt që mua më bëhet. Nga ky momenti që ti më fton, nëse ti fton për 5 veta, 4 i paguan dhe këtë personin ti thua që unë kam dëshirë shumë të kem vokalin tënd, por nuk ka lek, unë ofendohem si artiste, sepse nuk është ndar gjëja në mënyrë të barabartë, them, e kupton? Dhe them, në drejt të vej ajo që do ngele kujtim zëri im në një X kolon zanore të filmit, nuk më kam vlerësuar për faktin që duhen gjërë, kur jam pa lek për të gjithë jam dakord, por
kur janë me për ca me lek dhe për ca pa lek. Sa të nënës sa të njerëzës tonë. Dhe kështu që i kam refuzuar, domethënë. Dhe duket sikur kohët e fundit, vitet e fundit je përkushtuar pikturës më shumë. Çfarë të bëri që ta përshëndroje këtë dëshirën tënde për art tek piktura? Atëherë kjo unë nisa të bëja një fakultet të dytë para disa vitesh dhe për art design dhe aty kuptova që jo vetëm unë, po dhe profesorët që piktura ishte gjëja e duhur me që po bëja atë dhe u diplomova dhe fitova dhe vendin e parë. Ti e zbulove talentin për pikturë? Shiko, unë kam pikturuar e vogël, po vonë unë jam bindur që mund të bëj dhe unë diçka, më kupton? Pra e kishe e di që nuk është se kam bërë shkollën për piktore, domethënë jam autodidakte, e bëra shkollën më mbrapa dhe ajo ma shfaqi që unë mund të kisha. Po piktura më lejon atë aratisin të bëj çfarë të dua unë, pa më thënë njeri që këtu e ke bërë mirë, apo këtu e ke bërë gabim, apo këtu të ndalon njeri sepse do shfaqesh diçka la kuriq, apo nuk kam komplekse. Dhe është vetmja gjë te lajo që mua më lejon që komplekset e mia s'kam pse t'ja fshe askujt. Po t'i zbraz dhe t'i tregoj aty. Se më krijon përshtypjen që ti je njëri që nuk ke komplekse. Pra. Nuk kam komplekse, vërtet, po kam një sedër të smur, si thuash. Komplekse nuk kam dhe mund të them që jam më avangarde se brezi tashmë i ri dhe më vjen shumë keq për këtë se kam hasur një mendësi ndryshe nga që unë e kam perceptuar për brezin e ri, nëse to krahasojmë me rinin në kohën time. Ne kemi qenë shumë avangard në kohën tonë dhe unë vazhdoj prap gjithë kohës, dhe pse mosha mbase nuk do donte të më lejonte, po nuk kam pyetur ndonjëherë për moshën. Dhe jam gjithmonë në evolime sipër. Si ka mundësi që brezi i ri në kohën tuaj ishte rebel dhe i emancipuar dhe avangard, siç the ti. Ndërkohë që duket se brezi i ri tani është i është rikthyer pak atyre traditave. Po, ka një lloj vetë censurimi në pjesën e madhe. Është bërë konservator dhe më e keqja se sa konservator konformist. Konformist dhe një shoqëri e re maskiliste. Domethënë po them se po të hym këtyre feminizmit, maskilizmit, janë gjëra tjera, por kjo është për të ardhur keq. Se me kalimin e viteve duhet bëjnë gjërat më mirë.